Banorja Egli Tako është larguar nga Big Brother VIP 4. Danja lexoi një zarf të kuq, ku thuhej se ajo ishte larguar për arsye shëndetësore. Banor, vëllai i madh ka marrë vendimin që konkurrentja Egli Tako për arsye shëndetësore të ndërpresë menjëherë garën. Egli ju uron suksese të gjithëve, lexoi Danja. Gjesti u habit shumë nga ajo që lexoi Danja, ndërsa më pas foli me Olën. A e di ku i ka lënë Egli cigaret? Ishte duke i bërë vetes keq. E pash në gjendje shumë të keqe, tha ai teksa po fliste me Olën. Disa prej banorëve të tjerë u munduan që t'ia hedhin fajin gjestit për largimin e Eglit, ndërkohë që Danja shpërtheu në lodh. Më vjen shumë keq. Jemi munduar të gjithë, tha Danja. Një ditë nuk e shijoi, por u mor me këtë këriqin, tha Kelly. Për këtë arsye, Big Brother ka marrë vendimin për të anuluar televotimin, në të cilin ishin gjithë banorët, me njërin prej tyre që do të linte shtëpinë të shtunën. Anulohet televotimi. Vendimi si shkak i largimit të Eglit nga gara për arsye shëndetësore, shkruhej në njoftimin zyrtar të Big Brother.